Këto pamje tregojnë një nga momentet kur persona të njohur si mbështetës të Adriatik Lapajt sulmuan dhe kërcënuan ekipin e televizionit Ora News, sikurse edhe të mediave të tjera që po pasqyronin protestën para parlamentit këtë të enjte. E gjitha nisi kur mes protestuesve u shfaq kreu i lëvizjes Shqipëria bëhet, prania e të cilit u kundërshtua nga një pjesë e protestuesve që ishin mbledhur aty që prej orës 9. Ndërsa ekipet mediatike po pasqyronin krahas protestës, edhe incidentin me Lapajn e mbështetësit e tij, disa prej tyre ju kthyen me sulme verbale, kërcënime, madje edhe duke guxuar të prekin pajisjet e transmetimit të drejt për drejt. Incidentet të ngjashme u raportuan në momente të ndryshme të protestës, që zgjati rreth 5 orë në zonat përreth godinës së Kuvendit. Jo vetëm nga protestuesit, por ekipet mediatike nuk u kursyen as gjatë ndërhyrjes së policisë, kur u përdor ujë spraj me piper e gaz lotësielës për të shpërndar tubimin. Akte të tilla banditeske janë krim, tha Unioni i Gazetarëve Shqiptar përmes një deklarate, ku dënoi agresionin verbal dhe ato fizik ndaj reporterëve, operatorëve dhe punonjësve të mediave, madje edhe mbi automjetet e mediave në krye të detyrës. UGSH kërkoi nga policia e shtetit të ndalojë dhe vër para përgjegjësisë ligjore çdo sulmues, agresor, shantazhues dhe intimidues të gazetarëve në detyrë. UGSH u drejtohet posaçërisht të gjithë organizatorëve të shpallur publikisht ose jo, se duhet të ushtrojnë dhe marrin përgjegjësinë e tyre për aktet rrugaçërore, veprimet dhe sulmet kriminale dhe sidomos pengimet dhe fyrjet, disa herë me grupe, që ka pasur ndaj reporterëve të mediave në detyrë. Edhe Asociacioni i Gazetarëve të Shqipërisë, AGSH, përmes një reagimi, dënoi aktet e dhunës ndaj ekipeve të mediave, si nga ana e një pjese të protestuesve, ashtu edhe nga uniformat blu. Shoqatat kërkojnë nga protestuesit që të respektojnë punën e gazetarëve dhe të shmangin çdo formë intimidimi, kërcënimi apo sulmi ndaj njerëzve të medias, që prej më shumë se një muaji ndjekin protestat në Tiranë e jo vetëm.